Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 14 korrik. Data 14 korrik 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, me një ditë që vërtet ka ndikime dhe favorizime nga më të ndryshme, sepse lidhet edhe me punë, lidhet edhe me karrierën. Por me karrierën ju keni lindur në njerëzit që lidhen me karrierë ose kanë një mundësi shumë të mirë për arsye të punës së tyre ose të ndryshimeve që ata kanë, por gjithsesi është një periudhë mjaft ndikuese, sepse po afrohemi afër ndikimeve të mëdha, afër çështjeve dhe planetet që ndikohen. Por sot, nesër, një ditë para parashkimit, 2-3 ditë përpara, kemi të bëjmë datës 14 korrik, miq të dashur. Ndodh hëna e re në Gafore, një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit. Hëna e re në Gafore hap një cikël të ri që lidhet me familjen, shtëpinë, banesat, kujdesi, sigurinë, emocione, rrënjët, marrëdhëniet të afërta dhe direkt bashkim familjar, direkt një pasardhës, materniteti ka të bëjë shumë në rastin konkret. Gjithashtu kemi të bëjmë dhe me ndikime të fuqishme. Është një ditë shumë e ndjeshme, por dhe shumë e fuqishme në lidhje me fillimet që lidhen me zemrën, familjen dhe jetën private. Megjithatë, për shkak të Mërkurit që vazhdon të jetë në retrograd në Gafore, fillimi i kësaj hëne të re kërkon kujdes, rishikime në kohë. Nuk është fillim i nxituar, është një farë që mbillet me ndërgjegje. Ndikohen më shumë Gaforia, Bricjapi, Dashi, Peshorja të Diçit të tretë. Sidomos ata që kanë ascendente apo planete personal në këto shenja. Gafore në fillim është fillimi personal dhe pastaj emocione familjare. Për Bricapet mund të hapet kapitulli i ri në marrëdhënie, partneritete ose kontrata. Për shenjës së Dashit lidhet me shtëpinë, familjen, prindërit dhe bazë emocionale. Për Peshorët mund të sjellin fillime ose rishikime në karrierë, statuti dhe imazhi publik. Kjo ditë është e mirë për të vendosur qëllime, shtëpinë, familjen, marrëdhënie të afërta dhe shërime emocionale. Kujdesi dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë, çështjet që kanë bëjnë në ndryshime të mëdha në anën tuaj dhe mundësi. Në dashuri mund të sjellë dëshira, afrimitet dhe kujdes dhe familje. Në financa është mirë për planifikime dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, por jo për shpenzime impulsive. Këshilla e ditës për këtë ditë të rëndësishme me hënën e re është: mbillni një fillim të ri, por mos e detyroni të jap rezultat menjëherë. Çfarë lind sot ka nevojë për kujdes, jo për presion. Pra, nëse do flasim në një farë mënyre me ndryshimin, pra ndikimi që ka të bëjnë, nëse ne i futemi dal ku dal, atëherë është pak problem. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues